Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Krutje Pushimi shoferit. Një mjet i Benz ka humbur kontrollin dhe ka përfunduar në kanalin kullues me ujë. Babë e birë që udhëtonin në të janë ndihmuar nga banorët e zonës, të cilët kanë hyrë në kanalin me ujë, kanë thyer xhamin dhe i kanë shpëtuar të dy. Në momentin që kanë bërritur zjarrfiksja dhe 2 ambulancat, 2 të përfshirët në këtë aksident janë nisur me urgjencë në spitalin e Lushnjës. Banorët e zonës pohojnë se këtu janë bërë disa aksidente, sepse ura mbi kanal nuk ka bordurë mbrojtëse, ndonse janë ankuar për këtë her pas here. Ka pasur raste tjera, po. Ka pasur raste tjera. Kemi kërkuar këtu në të bëhet një bankinë këtu. Ase ka qarë kokën njëri për këte. Po sot kush i shpëtuan ta që ranë me automjetat? Sot i shpëtuam ne, jo shteti. Ne. Po brodhën e njerëz gjithë jenë zorën. Policia e qarkullimit rrugor po dokumenton ngjarjen për të zbardhur shkaqet që çuan në këtë aksident, fatmirësisht pa pasoja në jetë njerëzish.